Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i Mërkur 26 nëntor 2025. Dashi. Ju mund të ndjeni të testuar, lodhja ndjet në këtë ditë të veçantë. Është jetë ekonomike që mund të shkaktojnë disa diskutime familjare. Demi. Nëse drejtoni një biznes të varur, do të duhet të jeni të kujdesshëm ndaj lëvizjeve të një personi ose grupi që do të tregohet i pabesë ndaj jush. Mos u përfshini sot në polemika apo gara të kota. Binjakët. Ditë interesante për ata që duan të provojnë rrugë të reja. Një përvojë pune me kohë të pjesshme mund të përbëjë një burim të ri me kalimin e kohës. Sot jeni të fortë. Gaforja. Ju jeni në angth për një rezultat, favorizoni bashkëpunime të reja, por dita mund të jetë kaotike. Në fund të fundit është gjithmonë ju që duhet të veproni në vetën e parë. Luani. Në këtë ditë do të jeni më energjik, sensual edhe dashuria mund të zgjojë. Mos hiqni dorë nga një periudhë qetësie. Këto ditë komunikimi përmirësohet. Virgjëresha. Dita absolutisht për t'u shfrytëzuar. Ju duhet të bëni diçka të re dhe është e rëndësishme ta bëni atë tani. Kujdes nga zënkat në shtëpi. Peshorja. Mundësi të mira. Dashuria është bindëse. Akrepi. Ju duhet të rimarrni besimin në marrëdhënie ose thjesht të zgjidhni një problem të vogël fizik që gjithashtu mund të ndikojë në nyje. Dashuroni me më shumë probleme se sa zgjidhje, do të jetë mirë të mendoni për një kohë të gjallë. Shigjetari. Duhet të them që kjo ditë nuk është shumë produktive, mund të debatoni me një njeri për pronën, kufit, paratë. Kur bëni një pushim nga puna, mendimet tuaja duhet t'i kushtohen familjes. E them këtë sepse keni menduar shumë vetëm për punën. Briqapi. Sot mund të ndiheni të hutuar ose nervoz, më të lodhur se zakonisht. Në dashuri kërkojnë guximin për të përballuar ndryshimet. Ujori. Përmbushja afektive është thelbësore për ju dhe diçka mund të ndryshojë sot. Bëri një lajm i mirë, pak më pak tension. Merrni kohën tuaj para se të flisni. Peshqit. Perspektiva të reja në shtëpi, të ardhura parash ose dhurata të këndshme. Përshtatje fizike. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.